Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin e 10 të podcastit tim Power to Empower. Sot do flasim për një temë shumë interesante që deri diku është tabu në komunitetin ton. Sot do flasim për paran, për atë që prek çdo familje, çdo grua, çdo vajzë, çdo njeri në jetën e tij. Dhe sa e rëndësishme është të kuptojmë paran bazuar në moshën dhe profesionin. Me mua sot në studio është një vajzë e cila është pjesë e tregjeve financiare, është profesioniste në botën e kriptos dhe gjithashtu është edhe nën. Për paran, për investimet dhe për shumë të tjera do flasim në episodin e sotëm me Bruna Zenunin. Bruna, faleminderit shumë që je këtu sot me mua. Është kënaqësi shumë e madhe. Fatjona, të përshëndes. Shumë faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që të jem pjesë e një podcasti që faktikisht është ndërtuar dhe nga një vajzë emigrante si unë, madje neve në bisedën që bëm paraprakisht, unë kuptova që kishim pothuajse të njëjtën periudhë kohe që jetonim në Angli, kështu që jam shumë e lumtur të jem pjesë e këtij podcasti dhe shpresoj të kemi një bisedë shumë të këndshme sot për një nga tabut jo vetëm të komunitetit ton, po në punën time kam kuptuar që kjo është një tabu që prek pak a shumë të gjithë vendet, pavarësisht zhvillimit ekonomik apo social që mund të kenë ato. Është shumë e vërtetë, jo shumë njerëz se kanë të lehtë të flasin për paran edhe për investime. Ndonjëherë e quajnë si supersticion, ndonjëherë nuk duan ta tregojnë, por është vërtet një temë shumë interesante dhe mendoj që do ketë interes për të ndjekur, edhe për ato, sepse ne këtu do japim edhe le të themi një ide dhe një ndihmë se si të ndihmojmë të reja dhe gratë që të futen dhe ato në botën e investimeve nëse kanë dëshirë apo jo gjithmonë. Patjetër, paraja ka qenë tabu edhe për mua. Domethënë një nga tabut e mia më të mëdha ka qenë të flas për paran, edhe të pranoj faktin që unë dua të bëj shumë para. Neve vim nga një vend ku prindrit tanë gjithmonë thonin që e rëndësishme është të ketë njeriu shëndetin dhe pastaj parat vinë. Por jeta ka treguar në fakt që parat janë të rëndësishme, shumë të rëndësishme në jetë. Nuk mendoj që paraja të sjell lumturinë, por është një mjet që në çastet e caktuara të jetës, po mund të të falë copza lumturie dhe realiteti çdo ditë tregon, madje edhe në rrjetet sociale jemi shumë koshient që paraja në momente të caktuara dhe ndoshta në disa pika kyçe ku mund të preket edhe shëndeti i jot apo i ndonjë familjari, ndonjë të afërmit tënd, është shumë i rëndësishëm edhe ndonjëherë është zgjidhja e shumë problemeve që njerëzit kanë në jetë. Vetë emigrimi, në fakt, unë e them shpesh edhe në rrjetet e mia sociale që ne kemi emigruar për para. Sepse po të mos ishte arsyeja e paras, mendoj që shumë prej nesh nuk do ishim në një vend të huaj, po do ishim në Shqipëri afër familjarëve tanë, afër komunitetit edhe duke shijuar ato gjërat e mira që në fakt vendi ynë ka, edhe na mungojnë shumë. Ti preke një pjesë që për mua është shumë interesante që ta diskutojmë, është ajo pjesa që the edhe familjarët na kanë mësuar që mjaftohu me aq në një farë mënyre. Domethënë dhe ne të paktën jemi rritur me atë frymën që edhe në Shqipëri, në një vend pune, ti nuk e kërkon hakun që të jepet. Domethënë ti nuk kërkon paran tënde, nuk kërkon atë djersën tënde dhe kjo është tabu. Nëse ti do t'i shkosh shefit, ti thua që unë bëj këto punë dhe dua këtë pagë, nuk ndodh, janë raste të ralla dhe mendoj që tani njerëzit janë edukuar pak për këtë pjesën, por në fillim të paktën dhe unë personalisht e kam hasur këtë problem që nuk kërkohet djersa, nuk kërkohet paraja. Pse? Sepse është turp ose sepse ke frikë ose sepse është tabu. Mendoj që ka të bëj patjetër pjesa e tabus, po patjetër është edhe vetbesimi që ti ke. Po dhe mënyra se si na edukojnë, domethënë ti e the shumë bukur. Që në vegjëli, ajo çfarë të imponohet më së shumti është që ti të kesh një punë edhe pastaj eksperienca dhe çdo gjë tjetër do vi me radhë dhe ti do kesh mundësinë që një ditë, po themi të marrësh atë që të takon. Por, gjithashtu dhe në këtë pikë, mendoj që shumë njerëz do bien dakord,
që jo gjithmonë, në fakt, jo çdo njeri, pavarësisht vërtet. edukimit, pavarësisht se sa karrierë ti ke bërë, se sa ti ke investuar te vetja jote, Po, jo gjithmonë një vend pune është ai që do t'japi atë që ti që ti meriton. meriton. Po, kjo është kështu nëse e që- vërtet. Po, kështu që ndonjëherë duhet po themi të devijosh nga sistemi tradicional, atë që un kam bërë, Po. dhe që për cilën jam këtu sot për të folur dhe për të treguar pak më tepër, dhe për të thënë që jo, absolutisht nuk është e lehtë, nuk është e lehtë që ti të dalësh nga ky sistem tradicional, që ty të është imponuar dhe mësuar për shumë vite, që ti këtë ke mësuar në shkollë dhe këtë pret kur mbaron Po, që të universiteti, fillosh një po, punë edhe të jesh i lumtur, Po. edhe të që njerëzit përveç se të hapin dyer, të t'japin mundësi, por edhe të shikojnë potencialin që ti ke, të t'japin atë që ti meriton, po kjo gjë nuk ndodh kollaj, nuk po them që nuk ndodh fare, absolutisht, por nuk është e lehtë që ta gjesh. Dhe fal Zotit, në ditët që jetojmë me zhvillimin e teknologjisë edhe të gjithë mundësisë që ti ke për të marrë informacion në shekullin që jetojmë, e bën më të lehtë që patjetër njerëzit që janë përveç se të aftë, të jenë edhe pak guximtar, të jenë edhe pak të çmendur, themon, për të provuar gjëra të reja, edhe në fundit kam kuptuar në këto 2 vjet në punën time që nuk ka hapa të gabuar, nuk ka gabime, ka vetëm eksperienca që të japin mësime shumë të vlefshme, sidomos nëse dëshiron të jesh një po themi të jesh në botën e biznesit, të jesh një biznesmen, një vajzë që je në botën e biznesit, një vajzë që je në një fushë të mbizotruar nga meshkuj, që kjo pastaj është shumë e zakonshme, jo vetëm në punën time, po në përgjithësi biznesi është i mbizotruar nga meshkuj. Kështu që edhe si vajzë në këtë rast duhet jesh shumë e vendosur, edhe çdo gjë arrihet, patjetër. Edhe kjo vendosshmëria jote të bëri që ti të vije në Angli, shaka pak. Si vendose, si ka qenë rrugtimi jo, domethënë ti pse vendose të vish këtu? Edhe si ka qenë i gjithë rrugtimi jo deri më tani? Unë kam ardhur në Angli 8 vjet më parë, mbasi mbarova direkt universitetin, masterin, studiova financë kontabilitet me rezultate të mira, edhe me partnerin kishim kohë që njiheshim, kishim lidhjen e zyrtarizuar, dhe unë vetë vi nga një familje ku emigrimi ka qenë gjithmonë pjesë e jona. Unë kam gjithë familjen jashtë, dhe në koshiencën time ishte gjithmonë shumë e ngulitur që unë të ardhmen time do ta ndërtoj larg Shqipërisë. E shikoja larg Shqipërisë. Patjetër që tani me vitet që kalojnë edhe që unë jam rritur, kam kuptuar shumë më shumë gjëra, jam shumë falendëruese absolutisht për çdo gjë që unë kam pasur mundësinë që të kem si eksperiencë në jetë, për çdo gjë që kam kaluar dhe provuar në këtë vend, jam rritur shumë. Si karakter, si vajzë, si njeri, por patjetër tani nuk i kam ato mendime kufizuese, edhe nuk e kam atë idenë që jeta ndërtohet në një vend të caktuar. Në fakt, jeta ndërtohet edhe duhet të njerëzit të mendojnë dhe të punojnë për ta ndërtuar jetën kudo që ata dëshirojnë ta ndërtojnë, edhe kudo që mund të ndihen të plot shpirtërisht, jo vetëm financiarisht, po të marrin edhe të shijojnë ato momentet e vogla të ditës nga mëngjesi deri në darkë. Kështu që pavarësisht se tani jetoj këtu, edhe po, thash jam shumë falendëruese për çdo gjë që unë bashkë me partnerin kemi arritur, por nuk e shikoj më veten që po do jem qytetare e këtij vendi gjithmonë. Me sipres që të kem mundësinë edhe atë lirinë e zgjedhjes për të udhëtuar edhe botën, pse jo. Po, çfarë sakrificash ke bërë ti për të arritur deri këtu, nëse mund të themi, domethënë në çfarë dallgësh, rrugësh ke kaluar dhe si kanë qenë? Fatjona, besoj që çdo vajzë, sidomos çdo vajzë, emigrimin e përjeton shumë.
Edhe them vajzë sepse sërish nëse do ta lidh me punën time, kam folur me shumë vajza gjatë kësaj periudhe dhe një nga gjërat që u gëzova shumë për këtë podcast është sepse ti ke një audiencë vajzash dhe unë gjithashtu në rrjetet e mia kam një audiencë vajzash. Kur e nisa të gjithë këtë punë edhe këtë eksperiencë edhe dola edhe në rrjetet sociale, qëllimi im ishte të shkoja te vajzat. Edhe deri diku po them ja kam dalë patjetër. Sakrificat janë të shumta. Sigurisht net të gjata shumë pa gjumë. Kjo është një nga gjërat që unë kam sakrifikuar më së shumti. Gjumin tim. Sepse duke dashur të bëj çdo gjë tjetër, pra punën, duke dashur që të mos mungoj koha me partnerin e kështu me radhë, gjumi është ai që kam sakrifikuar më tepër. Por patjetër. Po sepse ke dashur ti është e pranishme. Kam dashur ti është e pranishme. Ne duam t'i bëjmë të gjitha, t'i mbajmë populli thotë dy kungull një setull nuk mbajmë, po unë them që gratë mbajnë më shumë se dy. Po, dhe kjo është e vërtet. Po, e vërtet. Edhe unë atë mendoj që ne vajzat mbajmë 2 e 3 setull. Jo gjithmonë arrim që t'i mbajmë shumë mirë, edhe jo gjithmonë kemi atë balancën të cilën ne luftojmë edhe e kërkojmë kaq shumë në jetën tonë. Por për sa kohë mundohesh edhe punon, është okay. Do t'i prekim pak më vonë këtë pjesën se sa mirë balancojnë. Po, ti ke ndërtuar familjen këtu dhe më thej që je e lumtur dhe jeta bëhet aty ku është familja dhe aty ku ti ndihesh e lumtur. Ke një familje të vogël, ke një djalë. Po. Si ka ndryshuar jeta jote pasi u bëre nën? Dua të flasësh pak për ato emocionet, si ke përjetuar, pak eksperiencën tënde, se dua t'i japim te njerëzit për secilën eksperiencën e vet edhe reale, pa filtra. Po. Unë e mora përsipër që të vi këtu edhe do them çdo gjë siç është realisht, edhe sigurisht edhe pa dashur që të dukem vajza kokforte dhe vajza që i bën të gjitha. Po, siç thamë do ta prekim më vonë këto gjëra që në fakt nuk arrim dot t'i bëjmë të gjitha brenda një dite apo kur kemi ato afatet kohore. Djali është 3 vjeç. Në fakt ka emrin? Luis, mami të don shumë. Është gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë. Nuk e di pse po qaj. Sepse je mami vet. Po. Edhe e kupton, tani besoj më shumë se kur, se sa se çfarë do të thotë të sjellësh në jetë një fëmijë, edhe është arsyeja në fakt sepse bëhen këto sakrificat. Pra unë them shpesh, edhe në biseda që bëj me tim shoq, që në fakt neve, edhe pse emigrojmë që në moshën 20 vjeçare dhe akoma nuk kemi plane për fëmijë, por mendoj që të gjitha këto sakrificat edhe të gjithë punën që e bëjmë për të pasur një stabilitet në momentin që ti krijon familje. Sepse ti në momentin që krijon atë jetën tënde, patjetër ti imagjinon atë fëmijën, imagjinon atë familjen tënde dhe të gjitha këto bëjmë për atë arsye, sepse njeriu punon për atë. E vërtet. Dhe ardha e djalit, në fakt, unë e mendoj dhe jam shumë falenderuese, më ka bërë të kthej syt nga vetja. Po, ne folëm pak dhe më thej që të ka motivuar shumë. Më ka motivuar jashtëmase shumë. Deri në momentin që erdhi djali, po them unë isha shumë e fokusuar në punë, bëja maksimumin tim për të qenë, po them, një vajzë, një profesioniste e mirë, punoja në financë, mendoj që isha në një stad të mirë të punës, edhe kisha kohë që e kërkoja të isha në atë stad. Dhe patjetër gjatë shtatëzënisë kam qenë shumë aktive deri në ditën e fundit që djali vendosi të rinte, dhe këtu duhet të them që
unë nuk kam pasur një shtatzëni 9 muaj, po 10 muaj, Ashtu. djali me shtiu deri në fund. Po. Kam lindur në 41 javë plus 3 ditë. Edhe unë. Dhe ka qenë në atë vit një inxekt shumë i madh në Angli. Gjithashtu dhe pushimet që kalova në Shqipëri ishin gjithashtu një muaj shumë i nxehtë. Unë isha në maj dhe nuk e prisja që të ishte aq nxehtë. Dhe e kam kaluar në një siklet fizik, po them të konsiderueshëm. Dhe patjetër pastaj ardha e tij ishte ajo që ndryshoi çdo gjë. Jo vetëm mua si person, që u bëra nën, edhe që ndjeja më shumë përgjegjësi, po jo vetëm ndjeja përgjegjësi ndaj djalit tim për të arritur mirë, po ndjeja përgjegjësi edhe ndaj vetes time. Për të bërë një version më i mirë i vetes time në çdo aspekt. Aspektin emocional, aspektin fizik, patjetër, të shëndetit. Pra, i kushtoja më shumë vëmendje djalit, por njëkohësisht edhe vetes. Doja që në sytë e tij të isha, edhe dua që në sytë e tij të jem shembulli më i mirë që ai do ketë në jetë. Absolutisht, po çdo fëmijë e shef prindin si idol, kështu që po. Si do të jesh, për të ti do jesh shembulli më i mirë, sigurisht. A mendon ti që shoqëria pret më shumë nga një nën se sa nga një baba? Mendoj që po. Ky nuk është, po them, realiteti im. Këto nuk janë tema që më është dashur për fat të mirë ti diskutoj me tim shoq edhe po them të bisedojmë se çfarë duhet të bëj ai dhe çfarë duhet të bëj unë. Neve duke qenë të dy vetëm, edhe ishim tërësisht vetëm, që në ditën e parë që unë erdha nga spitali, kemi bërë çdo gjë bashkë. Por patjetër, pesha më e madhe ka qenë mbi mua, sepse ai ka një profesion të tillë që shpesh është me orë shumë të gjata jashtë shtëpisë. Edhe kështu që pesha më e madhe ishte mbi mua, por patjetër e shikoj shumë shpesh që një baba duart trokitet shumë nëse bën diçka për fëmijën, edhe për një nën pastaj merret shumë normale çdo gjë që ajo mund të bëj. Merret shumë normale edhe nëse nëna vendos që të ndërpresi karrierën, jetën e saj me aq, edhe t'i dedikohet tërësisht familjes. Domethënë mendoj që vajzat janë më të gjykuara në përgjithësi, në çfarëdo lloj vendimi që të marrin për veten, sidomos momentin që bëhen nëna, mendoj që gjykohen. Sikur të duan të vazhdojnë jetën më përpara, do gjykohen, sepse si mund ta lësh ti fëmijën, sikur të vendosin që t'i dedikohen familjes aty e tutje, sërish do gjykohen, sepse si e le ti veten tënde pas dore. Kështu që nuk, në këtë pikë nuk ka një rregull të shkruar dhe të saktë. Mëmësia gjithashtu më ka mësuar që çdo gjykim që mund të kem pasur dhe pa dashje më përpara, të mos e kem më absolutisht, sepse e shikoj se si është realiteti dhe që po nuk është e lehtë. E kuptoj absolutisht. Për të dalë te tema më përpara, a mendon ti që një grua duhet t'i bëjë të gjitha apo duhet sakrifikojë diçka? Unë mendoj që një grua duhet të bëj atë që ajo ndihet e lumtur të bëj. Nëse ndjen se duhet të bësh të gjitha, ose të mundohesh të bësh të gjitha, edhe pse në opinionin tim mendoj që është shumë e vështirë të arrish në atë stad, arrihet me kalimin e kohës, pra është një rrugtim dhe jo që ti punon me një deadline, siç mund ta kishe bërë më përpara për shembull, që kishe gjithë kohën në dispozicion dhe menaxhoje ditën sipas rregullave të tua. Tani më, po themi, je pjesë e një rrugtimi ku ti bën çdo ditë nga pak. Dhe në një moment të caktuar jam e sigurt që çdo njeri pastaj arrin në destinacion. Por mendoj që çdo vajzë duhet të bëj atë që e bën të lumtur, atë që e bën të ndihet e plotësuar në çdo aspekt të jetës, dhe kur shtrihet në darkë, ka ato mendimet e fundit përpara se ta zër gjumi, të ndihet e lumtur. Edhe kur çohet në mëngjes, të ketë sërish atë vullnetin, atë dëshirën e mirë për të jetuar. Po, nga ana tjetër unë mendoj që ne
si gra dhe vajza shqiptare ne sakrifikojmë shumë. Po. Ne mundohemi t'i bëjmë gjitha, por ne sakrifikojmë veten, Po. ne sakrifikojmë punën, sepse duke dashur t'i bësh të gjitha, unë mendoj që do sakrifikosh. Nuk i bën dot të gjitha dhe është ajo pjesa e gjykimit që the ti pastaj që duke dashur që ti të ndjekësh karrierën, paragjykohesh dhe duke bërë një punë tjetër ti sakrifikon karrierën. Po. Unë mendoj që ne sakrifikojmë shumë. Po, ky është një rreth vicioz që nuk ka fund, do thoja. Është diçka që sa më shumë vitet do kalojnë, mendoj që do jetë edhe më shumë prezente, se pavarësisht faktit që ne jetojmë, po themi, në kapitalizëm, ku njerëzit kanë të gjithë të drejta të barabarta dhe të gjithë gjykohen, po themi, njësoj dhe konsiderohen njësoj në po themi në tregun e punës, nuk mendoj që është ashtu. Unë nuk mendoj që vërtet edhe në vende demokratike sidomos, unë nuk mendoj që një vajzë që është, po themi, që nuk ka familje, gjykohet njësoj si një vajzë që ka 1 fëmijë, 2, 3. Mos të them që po, janë edhe intervista pune ku ti shkon edhe mund të të pyesin nëse ti ke fëmijë apo jo, gjë që është komplet e palogjikshme, sepse nuk besoj që ka rëndësi, nuk besoj që ka rëndësi nëse ke fëmijë apo jo në një vend pune ku ti shkon edhe aplikon. Kështu që po, ky është realitet që unë e kam dëgjuar të ndodhet edhe këtu. Pastaj në vende si Shqipëria ndoshta mund të ndodhë më shpesh. Në vende si Shqipëria është më se normale, sepse ti nëse je në prag të lindjes ose je shtatzan dhe shkon në një intervistë pune, ti e ke sigurt që nuk do ta fitosh atë intervistën e punës sepse je shtatzan. Ti Tatjana mendon që këtu mund ta fitosh një intervistë pune nëse je shtatzan? Unë mendoj po. Në fund s'po të pyes, po. Po, unë mendoj po. Okay. Unë mendoj po, sepse nga eksperienca ime, unë nuk kam qenë shtatzan kur kam filluar punë, por nga eksperienca ime në momentin që unë isha shtatzan, unë kam pas suportin maksimal nga kompania ime, që është kompani irlandeze, dhe e kanë mirëpritur aq mirë dhe më kanë dhënë gjithë kohën e mundshme që unë të rri në shtëpi, të marr kohën time, të qetësohem, sepse muajt e parë të shtatzanisë kisha pak problematik, edhe prap u riktheva në punë. Dhe mendoj që këtu nuk të gjykojnë. Nëse është një kompani e madhe, kompani e huaj, mendoj që nuk ka shumë rëndësi. Po, patjetër, sigurisht ajo që unë thash nuk përgjithson çdo rast, por po them që ka raste ka paragjykime, ka paragjykime. Por ti Tatjana duhet të kesh diçka shumë të mirë që kjo kompani ka dashur nëse s'bën të mbajë edhe të përkrah, sepse është një marrëdhënie, puna është një marrëdhënie. Nuk e di, është një marrëdhënie që unë relativisht e kam ndërtuar shumë të mirë dhe e kam shumë të mirë aktualisht. Është një marrëdhënie që ka nisur 3 vite gjysmë përpara dhe që vazhdon. Unë isha shtatzan, dola nga leja e lindjes, u riktheva sërish, më mirë kuptuan totalisht, kështu që ti u riktheve punës edhe hapa edhe një podcast. Hapa edhe një podcast, edhe shikon që fëmijët të frymëzon dhe të motivon të bësh më shumë gjëra. Pavarësisht se kohën e ke shumë të limituar, shumë të limituar. Ajo që mua më shtyn edhe që të punoj, edhe që të merrem me gjërat që më japin kënaqësi, me podcastin, me punën, është sepse unë dua të jem e pavarur financiarisht dhe pyetja ime për ty është, a mendon ti që një grua duhet të jetë e pavarur financiarisht? Unë mendoj që një grua duhet të ketë një uri mjaftueshëm që të mund të jetë e pavarur financiarisht. Jeta është plot ulje ngritje në momentin që ti je në partneritet, pra po e zëm këtë rastin që ti je në partneritet, sigurisht ndërtimi i familjes, përgjegjësi, të mund të ketë periudha që është okay, edhe të jesh, po themi, në një farë mënyrë e varur nga partneri, dhe pse nuk do ta quaja të tillë, sepse në një familje të dy partnerët punojnë për të dy. Pra, jo që secili punon për veten e vet, po kontribuojnë në një shtëpi. Dhe sa më shumë, edhe sa më i mirë të jetë kontributi, patjetër që gjërat e mira pastaj do vinë.
Por mendoj që çdo vajzë duhet të ketë njohuri mjaftueshëm që sido që të vijë jeta, dhe këtu nuk kam parasysh vetëm absolutisht divorcin, por çdo situatë, çdo ndodhi në jetë që mund të vijë, të jetë e aftë që të përballojë dhe të marrë përsipër edhe vazhdimsinë dhe ecurinë e financave të familjes. Si mendon, a ka gra që shndrojnë në marrëdhënie të pakënaqura vetëm për shkak të sigurisë financiare që ato kanë? Po. Po, për fat të keq, po. Kjo Paraja është liri. Paraja është liri. Paraja është liri. Paraja është liri dhe unë mendoj që ka vajza shumë që qëndrojnë në marrëdhënie absolutisht të palumtura, jo vetëm për to, absolutisht të pashëndetshme edhe për fëmijët. Një nën jo e lumtur ka fëmijë jo të lumtur, fëmijët në çfarëdo lloj moshi që janë absolutisht të aftë të kuptojnë dhe të ndjejnë se sa e lumtur është nëna e tyre dhe sa e plotësuar ndihet. Dhe po, për fat të keq ka shumë vajza që janë futur, po themi, në këtë vorbullën që nuk dinë se si të dalin, edhe po, sepse mbi të gjitha nuk e kanë informacionin se si të dalin nga ajo, dhe pavarësisht informacionit që mund të kenë pastaj, mund të kenë edhe frikra të ndryshme të grumbulluara gjatë kohës, fakti që ti mund t'jesh shumë gjatë të shkëputur nga tregu i punës, mund të mos jesh më informuar, updetuar mbi atë se çfarë po ndodh, është edhe një faktor ekstra që ndikon edhe i bën shumë vajza të qëndrojnë të palumtura në marrëdhënie. Por jo vetëm të qëndrojnë të palumtura në marrëdhënie. Po ka edhe raste që, dhe këtu dalim tek ajo që unë bëj, ka vajza që janë shumë të lumtura në marrëdhënie. Domethënë që kanë një bashkëshort që i do dhe duhen, kanë fëmijë të lumtur dhe mundohen të bëjnë pra maksimumin për to, por ndihen të paplotësuara nga ana e profesionit, nga ana e karrierës. Dhe kjo pastaj lidhet edhe me faktin që ne jetojmë pak në një vend që së fundmi ka ndryshuar ligjet, por po them në një vend që nuk është shumë social kur vjen puna tek prindrit, tek familjet e reja. Pra, deri para disa muajsh të paguaje një çerdhe apo një kopësht kishte një kosto shumë të lartë. Kështu që ndonjëherë, pavarësisht dëshirës edhe atij vullnetit që ti ke për të vazhduar këtë rrugtimin që mund kesh nisur, ndonjëherë është e pamundur financiarisht që ti të vazhdosh në po të njëjtin ritëm dhe detyrohesh pastaj që të ngadalësosh hapin, jo me dëshirë, po sepse duhet ta bësh. Ti si e futur në tregjet financiare, në kriptot, dhe a ke pasur paragjykime, si kanë reaguar njerëzit kur kanë dëgjuar, sepse në Shqipëri, kur duke qenë se njerëzit nuk janë të informuar shumë rreth kësaj teme, për një vajzë të merret me kripto është pak paragjykim. Si e kanë pritur familjarët e tu edhe çfarë të kanë thënë? Unë prandaj e lidha më herët këtë pjesën që ndonjëherë ti dëshiron të vazhdosh, edhe të punosh, pra të rritesh si person profesionalisht, të mësosh më shumë, të synosh më shumë, por vjen një moment që e shikon që është e pamundur që ti po them të rikthehesh në tregun e punës. Dhe jo vetëm të rikthehesh, po të marrësh atë që meriton, edhe po themi, ajo pjesa e ditës që ti je larg fëmijës tënd, që mund të jetë shumë i vogël, ti ja vlej në fund të muajit, kur ti të marrësh atë pagën. Më duket shumë interesante profesioni që ti ke. Si vendose të merresh me kripto dhe si u fute në botën e tregjeve financiare? Siç e thash edhe më herët, ka momente në jetën e një vajze ku ti dëshiron të vazhdosh, të rritesh profesionalisht,
profesionalisht pra që konvertohet më pas edhe nga ana monetare dhe është e vështirë ta bësh. Edhe unë në atë situatë jetë isha. Unë nisa krejt rastësisht, por di që gjatë gjithë periudhës së shtatzënisë isha gjithkohën duke menduar dhe madje kishte momente që isha në makinë me tim shoq dhe i thoja duhet të bëj diçka ndryshe. Domethënë do vi fëmia dhe e dija realitetin pak a shumë që na priste dhe duhet të bëj diçka ndryshe. Bota online po avancon, por nuk e gjeja veten në asgjë, të them të drejtën. Unë duke qenë se dashuroja botën e financës, duke qenë me profesionin duke qenë me profesion financiere, nuk dia të bëj asgjë tjetër. Pra, unë nuk është se kam një pasion tjetër, pasioni im i madh është janë shifrat, janë të merrem me para. Kjo gjëja më pëlqen dhe më intrigon shumë realisht. Mënyra se si funksionon e gjithë bota e paras, për mua është një koncept aq i bukur edhe aq shumë ka për të mësuar dhe për të studiuar dhe për të kuptuar aty sa më intrigon. Edhe çdo ditë më shumë më bën që të mësoj dhe të lexoj më tepër. Ishte një moment që unë duhet të vendosja. Dëshirën e kisha absolutisht të mos ndalesha, të mos ndërprisja punën, karrierën time, por nga ajo vajza që mendoja që do isha gati që ta çoja djalin tim në çerdhe që 1 vjeç, kur e shikoja aq të vogël që ai mësonte çdo ditë diçka të re, ndonjë fjalë të re dhe thoja, jo, nuk jam gati. Nëse unë rikthehem në punë edhe e çoj djalin tim në kopësht, në çerdhe, do humbas edhe nuk do përjetoj një nga periudhat më të bukura të jetës time që Zoti na ka dhënë ne vajzave. Pra na ka bekuar me një diçka që ti bëhesh nën dhe përveç se rrit një fëmijë, rritesh vet, ti mëson fëmijën, fëmia të mëson ty. Pra është diçka kaq e bukur, kaq hynore do thoja. E ke ndjerë si domosdoshmëri që të qëndrosh me djalin dhe mos ta çosh në. Pra nga ajo vajza që thoja unë do rikthehem në punë. Nuk do qëndroj shumë gjatë. Pa pritur, domethënë isha një person që doja të isha 24 orë me të. Por patjetër, ana tjetër e imja ishte aty, nuk ishte zbehur, nuk ishte humbur, madje unë kisha momente që nëse ato sfidat e vogla të mëmësisë së përditshme dhe kishte momente që hapja laptopin dhe më dukej sikur isha sërish unë. Më mungonte ajo pjesë që isha unë, puna, ato raportet edhe shifrat që isha mësuar, sepse ishte diçka e njohur për mua, pra nuk ishte diçka që vërtet më sfidonte. Mëmësia më sfidonte çdo ditë. Nuk ishte diçka që e bëja me shumë dëshirë, por prap më sfidonte. Ndërsa puna ishte ajo si my safe place, thoja unë. Që ti largohesha, shkëputesha. Dhe për një vajzë është jo e zakonshme. Ti pse mendon që ka pak vajza që investojnë në botën e kriptos? Sepse nuk ka njohuri. Unë në botën e pra në shkollën time, unë gjatë universitetit kam mësuar, po them teorikisht, pra tek tuk termat me të cilët tani më punoj, dhe të them të drejtën më dukeshin nga ato gjëra që unë nuk do merresh asnjëherë në jetën time. Jo, mendoja që janë thjesht disa lëndë që po mbushin atë kurrikulum, edhe që ti mëson, jep provimin dhe kaq, po që jeta është e tillë që ti nuk e din asnjëherë se ku do ndalesh. Mendoj që një nga arsyet që vajzat edhe njerëzit në përgjithësi do thoja, po vajzat kryesisht nuk guxojnë të marrin hapin për të bërë një investim në çfarë do lloj fushë qoftë. Unë e shikoj bota e tregje financiare e kriptos është absolutisht diçka që është e panjohur, por edhe në biznese të tjera mendojnë në fillim atë riskun, atë të keqen që mund të vi si rezultati një investimi që ti po bën, dhe jo faktin që ti në fakt po merr një hap për veten tënde
që do të sfidoj, absolutisht, nëse nuk të frikson, nuk është ajo gjëja që të sfidon, pra nuk është diçka që të sjellë diçka shumë të madhe në jetën tënde. Nëse të frikson, nëse thua unë sot do shkoj në podcast, edhe do dal kudo në rrjetet sociale, do flas për paran, sigurisht kisha një ndjesi që e dija se për çfarë po vija, apo prap është diçka. Një emocion, po. Po, një emocion është hera e parë që se i përballë tamam një studio e një kamerave. Por fakti që më friksoi, thash, okay, Bruna, kjo është ajo që duhet të bësh. Ky është hapi i radhës. Ta sfidosh frikën tënde. Sfidova frikën time dhe erdha këtu. Dhe po ja del shumë mirë. Dhe pavarësisht se po flas shumë, duhet të dini që unë jetën time të përditshme nuk flas dhe kaq shumë. Po pra, se njerëzit që futen në botën e financave të tregje financiare janë kryesisht ata njerëzit që janë pak më të qetë, që janë vetëm për shifra. Po. Të paktën në atë në imagjinatën time dhe unë kur nisa mendova që jam nisa rastësisht nga një video scroll që po bëja në Instagram dhe pash një nga vajzat me të cilën vazhdoj të punoj në ditët tani që po flasim dhe absolutisht më kanë ndihmuar jashtëmase shumë në gjithë të rrugtim, ka qenë përkrah meje në çdo moment, në çdo dyshim, edhe në ato momente që unë nuk i shkruaja dhe se nuk doja ta bezdisja. Ajo sigur e ndjen. Po, e kishe frikën në fillim edhe ti si të gjitha vajzat? E kisha në atë moment kur nisa nuk e mendova gjatë, sepse thash doja të nisja diçka sa më shpejt. Pra e kisha në këtë momentin tim të jetës që doja të bëja diçka shpejt, por gjithashtu kisha një kriter në kokën time që ajo që do nisja të ishte një mundësi që nuk ka një maksimum të asaj që unë mund të arrish, të ishte diçka që ka potencial që unë ta bëj për gjithë jetën, se unë nuk bëra 27 vjeç, nuk është një moshë e madhe, po sigurisht erdhi një fëmijë dhe po mendoja që nuk do ri me një fëmijë, unë do kem një tjetër, nuk e di se nuk e di se sa do kem, po doja diçka që të kishte potencial, që të kishte vazhdueshmëri. Edhe që unë të rritesha profesionalisht, edhe financiarisht gjithashtu. Dhe, po, nuk e di, mund ta kem thënë shumë herë këtë gjën, por për mua e pranoj, them unë në Angli kam ardhur për të ndryshuar jetën time, të familjes time, financiarisht dhe duhet ta bëj. Domethënë nuk mund të luaj, I can't play small. Duhet të provoj gjëra të mëdha që më sjellin pastaj në kthim gjëra të mëdha. Nëse ti do ta filloje nga zero, ku do të investoje ato 1000 pound që të parë që do kishe? Do të investoje sërish aty ku i ke investuar në fillim? Po. Kjo pyetja jote më ktheu 2 vjet më shumë se 2 vjet më parë, ku po unë 1000 poundet e mi të parë i kam investuar në dije. Nuk do lodhem asnjëherë së thëni që një investim në dije, një investim i bërë në njohuri, në një moment të jetës, kur do qoftë ai, ndoshta jo në afat shkurtër, pra, por në një moment që ti ndoshta as nuk e pret, as nuk e mendon tani, do të shërbeja informacioni. Ndoshta duke mos paguar një person, pra duke i bërë disa gjëra vet, ose nuk e di, jam e sigurt që dija është ajo që nuk të lë asnjëherë në baltë, kështu që po, unë kur nisa 1000 poundet e mi të parë investova në dije dhe jam shumë falënderuese që e bëra këtë gjë. Po sepse të ka vlejtur. Patjetër. Edhe tani vajzat unë mendoj kjo që po them ndoshta do ketë shumë debat, po jam pak të friksuar të investoj në njohuri ose të investoj, ndoshta pa dashur të paragjykoj, po ndoshta i merr dhe rrjedha e jetës të tillë që nuk kanë as kohë të mendojnë për të investuar diku dhe pastaj përfundojnë të varura financiarisht nga një bashkëshort, që nuk është absolutisht gjë e gabuar, por që duhet të kenë. Po që ndoshta nuk i plotëson, pra duhet të kenë ato lirinë dhe statusin e tyre. Dhe a është e rëndësishme dashuria apo marrëdhënia financiare në një partneritet, le të themi?
Të dyja bashk. Sa më shumë rritem, edhe e mendoj ndonjëherë, them neve të gjysherit tan, pavarësisht se kur je adoleshent edhe thua nuk din gjë ti, kjo shprehje tipike, po sa më shumë kohë kalon, mendoj që ata kanë pasur disa shprehje, ne si popull kemi pasur disa shprehje që në çfarë do lloj kohe jeton, duket sikur zën vend. Dhe unë mendoj që po për të pasur një familje ku ti shikon edhe dashurinë, shikon edhe po themi përkushtimin, atë sigurinë financiare, mundësinë për të shkuar në një udhëtim, për ta bërë pa stres atë udhëtimin. Mendoj që patjetër primarja është ndjenja, se ashtu duhet nis një marrëdhënie, duhet që dy njerëz ta duan shumë njëri tjetrin për të shkuar pastaj në hapa të mëtejshëm, por patjetër që financa luan një rol kryesor. Dhe këtu çfarë mund të shtoja është që vajza, nëse ju nuk punoni dot, pra nuk keni dot mundësinë që të shkoni në një punë me kohë të plot, për arsye nga më të ndryshme, ndoshta edhe nga që s'keni dëshirë fare ta bëni, mund të mësoni të punoni me paratë e partnerit tuaj. Mësoni të investoni paratë e burrit tuaj. Sa gjë e zgjuar. Sigurisht, Fatjona, në fillimet e mia, unë paratë e burrit tim investoj. Pra, çfarë bëjmë ne? Po. Ne menaxhojmë lekët e burrit. Po, dhe siç e the ti, ndonjëherë është kaq e zakonshme, sidomos në këtë realitetin që ne jetojmë, në distanca kaq të largëta. Ti je ndonjëherë kaq i ezauruar në fund të ditës, do vetëm të shkosh në shtëpi, të hash darkën, të mos dëgjosh, të mos flasësh me askën, as me gruan, dhe vetëm të shtryesh dhe të pushosh. Dhe kjo është një nga gjërat që mund të lë mbrapa në çaste të caktuara të jetës. Po të lë vërtet mbrapa, nëse ti nuk ka ritmin të mendosh, domethënë ti nuk mendon fare se çfarë po bën. Ti thjesht shkon çdo ditë në punë, vjen në shtëpi, të kalon rroga në fund të muajit, paguan të gjitha faturat dhe je konstant në këtë gjë dhe nuk kupton as kur kaluan muajt, vitet, prap nuk je i lumtur, pra je kaq i lodhur, kaq i ezauruar dhe prap nuk je i lumtur me atë që po arrin. Por kështu që një nga gjërat e mira është që unë përveç se lindi djali, kisha kohë gjatë kësaj periudhe që të mendoja. Unë kuptova që unë nuk isha pasur kohë për 5 vjet, nuk isha pasur kohë fare të mendoja se a është vërtet kjo rruga që unë dua të ndjek? A është kjo rruga që mua më bën të lumtur, apo është thjesht rruga që mua më sjell disa të ardhura në fund të muajit? Po ti si mendon, a duhet një nën të vendosi karrierën e saj para familjes? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Nëse do ma bëje këtë pyetje që duket pak e ashpër, me thënë të drejtën, nëse do ma bëje këtë pyetje para se të lindte i mbir, ndoshta do t'jepja një përgjigje më diplomatike. Më, nuk e di, të sofistikuar, ndoshta dysha edhe pak më e ashpër. Por tani me atë që unë di, edhe me atë që unë arrit të bëj në përditshmërinë time, edhe që me qëra fjala ndihmoj edhe shumë vajza të tjera kam ndihmuar që të mësojnë edhe të jenë pjesë e botës së financave dhe madje vajza që jetojnë në Angli, mendoj që jo. Karriera nuk duhet jetë primare, madje e di çfarë? Karriera nuk duhet fare të llogaritet. Pra, nuk duhet të mendosh që unë duhet të bëj karrierë. Duhet të mendosh që unë thjesht dua të bëj para si një mjet që siguron mirëqenie në familje, që siguron çdo gjë që ti dëshiron të bësh në përditshmërinë tënde, dhe vetëm kaq. Më përpara e mendoja që ka shumë bukur të jesh pjesë e botës së korporatës, sidomos të jetosh në Londër, edhe kur shpesh je në qytet ku janë të vendosura kompani shumë të mëdha, që për fat Londra është edhe bursa e dytë më e madhe në botë pas Amerikës, dhe
shikoja ato bankat, JP Morgan edhe thoja wow, është ëndër që unë të prek një ditë Një këto nga ndërtesa, sikur të më jepet mundësia vetëm të fus këmbët se pastaj unë do të tregoj se çfarë mund të bëj. Të më pyesësh tani, ka ndryshuar komplet perspektivën. tani absolutisht kur shikoj ato ndërtesa, edhe kur shikoj njerëzit që punojnë në ato ndërtesa dhe që e di që një pjesë shumë e madhe e tyre nuk janë as pak të lumtur, edhe që sakrifikojnë, këmbejnë jetën çdo ditë për të qenë aty, edhe nuk shijojnë shumë gjëra që mund t'i bënin. Absolutisht nuk është ëndra ime të jem pjesë e botës së korporatës. Ëndra ime është që të vazhdoj të bëj këtë që po bëj në ritme më të shpejta, në një masë më të madhe, edhe dhe në fund ditës ti je e lumtur me të jem e lumtur, të udhëtoj shumë, të kaloj kohë me tim birë edhe me partnerin, pra të kemi një vizion më të madh në tërësi për jetën, për financat, për çdo gjë, për çdo plan që kemi për të ardhmen. A duhet ne të bëhemi pak europian edhe të jemi pro asaj 50-50, pra partnerët të paguajnë 50-50 shpenzimeve të çdo gjëje? Si e mendon këtë koncept? Shiko. Pro, kundër. Abstenim. Jam abstenim. Unë jam kundër, të ndihmoj? Unë jam absolutisht kundër. Je kundër. Jam kundër, nuk më pëlqen fare ky koncept 50-50. Unë mendoj që dy njerëz kur vendosin të jetojnë bashkë, edhe kur vendosin të jenë bashkë, ndihmojnë njëri tjetrin. Po, ndihmojnë njëri tjetrin sepse në një moment dikush është më i lirë, le të themi, nuk ka një punë, tjetri është më i angazhuar, momentin tjetër balancojnë, gruaja është ajo që unë mendoj investon më shumë në familje, çfarë lloj pune të ketë, çfarë lloj statusi të ketë, sado të ardhurat sjellë bashorti, sado të larë, unë mendoj që gruaja investon më shumë, sepse investon veten e saj, investon energjitë e saj, investon kohën e saj, investon çdo gjë, dhe unë jam absolutisht kundër. 50-50. Edhe unë mendoj që është një koncept që më vjen mirë që diskutohet. Mua më duket pak si mungesë respekti, kur bashortë të ndajnë mungesë respekti ndaj tjetrit. Totalisht mungesë respekti. Sepse ti tregon dobësi. Po. Unë mendoj që të kërkosh edhe ta diskutosh 50-50, sepse e dëgjoj shpesh në sidomos jo në komunitetin shqiptar, me të drejtën, po e dëgjoj në të huaj që ka filluar edhe si diçka e mirë, pra në Angli, në Gjermani apo në këto vendet shumë demokratike, po them, duar trokitet, duar trokitet, shikohet si një fenomen shumë i mirë. Ndërkohë nga ana tjetër unë mendoj që pesha emocionale që ne mbartim është shumë e madhe dhe ndonjëherë ajo peshë emocionale nuk na lejon që të japim më të mirën tonë edhe në aspektin e karrierës. Kështu që po nga ana tjetër mendoj që një grua e fortë ka nevojë për një partner të fortë. Dhe një partner i fortë ka nevojë për një mbështetje, një grua të fortë. Dhe këtu nënkuptoj që shpeshherë mund të ketë sakrifica të tipit, nuk e di, mirëkuptim, fundjava që njëri nga partnerët është në punë edhe ti duhet të kujdesesh për çdo gjë tjetër. Por kjo gjithmonë duke menduar që nuk është për gjithmonë, ti po mundohesh, po bën këtë sakrificë sepse po mundohesh për familjen. Po, patjetër. Por jo, mendoj që koncepti 50-50 duhet të zhduket sa më parë të mundur, dhe jo sepse kjo i bën gratë më të dobta ose mund të kenë frikë, jo, absolutisht. Kjo është sepse po, e di çfarë dua të shtoj këtu? Dua të shtoj dhe këtë, në një partneritet që një çift të jetë i lumtur dhe të vazhdojnë ta kuptojnë njëri tjetrin, duhet që të dy të rriten edhe të mundohen të rriten. Pra, unë e them hapur, nuk e di se si do ndihesha, nuk do ndihesha as pak mirë. E thënë troç që unë të arrija të kisha x të ardhura në muaj apo në vit dhe partneri im të qëndronte në zonën e tij të sigurt, të kishte frikë të eksperimentonte, të rrezikonte. Unë këtë gjë nuk po them që nuk do ta pranoja, po
është diçka që do ta diskutoja një herë. Po pjesën të kundërt. Të kundërt njësoj. Mendoj që sepse nuk po marr rastin më ekstrem, po mendoj që të krijohen bariera. Pra, mendime që ti mund të kesh që shiko, edhe nëse diskutoj me partnerin këtë temë, ndoshta nuk do më kuptoj. A mendon se ka akoma familje shqiptare këtu në Angli që janë të nështruara deri në atë nivel sa të kenë frikë për të kërkuar edhe për referojmë te gratë, të kenë frikë të kërkojnë edhe për gjërat e tyre elementare jetike? Mendon se ka? Edhe nuk mendoj që ka, po e di që ka. E di nga eksperienca ime e punës. Për fat të keq, absolutisht. Në rrjetet e mia sociale, kur unë kam zgjedhur ta ndaj këtë si mundësi që mu dha dhe mua, unë e gjeta në rrjetet sociale dhe vendosa ta shpërndaj, dhe me çfarë fjala të dalë në rrjetet sociale ka qenë sfida ime. Pra unë nuk mendoja që do ishte sfidë për mua të mësoja profesionin, sepse atë mu shpjegua shumë mirë që unë do ta mësoja nga zeroja, sikur t'ja shpjegoje një fëmije, dhe pastaj është një fushë që patjetër ti mëson çdo ditë më shumë, por kur mu dha kjo mundësi, edhe mendova që unë duhet ta ndaj këtë në rrjetet sociale, sepse e di që ka vajza që ndihen si unë, edhe që do donin të bënin diçka më tepër për veten e tyre. Dhe në këtë rrugtim kam njohur vajza fantastike, që jo detyrimisht kam përfunduar pra në marrëdhënie pune, por vajza që në telefonatën që kam bërë me to, në bisedë më kanë shprehur dhe unë kam parë atë dëshirën e madhe në sytë e tyre. Dhe këtë them me sinqeritetin tim më të madh. Vajza me profesione nga më të ndryshmet, nga më të mirat, edhe mjeke në Shqipëri, që nuk bënin po them asgjë këtu. Dhe tani mendoj që një person që zgjedh të studiojë mjeksi, një deg aq të vështirë, mendoj që është një person shumë kërkues ndaj jetës. Dhe të përfundosh në një vend që duhet të sakrifikosh çdo gjë tënde, ndaj shumë vite mund, është diçka e dhimbshme, do thoja. Dhe kam folur me shumë vajza që kam pasur aq shumë dëshirë dhe e gjej shumë të zakontë fenomenin që duke qenë se tregjet financiare, siç e tham edhe më herët, është një fushë që është e panjohur, që gjithmonë lidhet shumë edhe me bixhozin, se këtë janë dy gjëra ndryshme. Po, edhe në pyetjen më herët që më the se si reaguan të afërmit, si e pritën. Bruna, ke filluar bixhozin? Ky është një bixhoz, edhe nuk arrin që mungesa e informacionit është. Dhe e njëjti gjykim ka qenë nga mendoj, ose ajo çfarë unë perceptoja më pas, ishte që nuk e merrnin këtë si iniciativë, sepse me siguri kur e kanë diskutuar me partnerët, kanë thënë që shiko se ky është një investim i kohë që ti po bën, sepse nuk ka asgjë të mirë në këmbim të ti. Gjë që absolutisht me një kërkim shumë të thjeshtë në internet, me një kërkim shumë të thjeshtë në AI tani që ka bërë mrekullira, mund të kuptosh shumë për tregjet financiare, se si funksionojnë, sepse shumë njerëz nuk ja dalin, se çfarë kanë pasur të veçantë të njerëzit që ja kanë dalë, po them në kundërshtim nga këta të tjerët. Kështu që si përfundim, to vajza vendosin që një pjesë e tyre, përgjigja e tyre ka qenë jo, por shiko, intuita ime, kam një të mirë që intuita ime është shumë e fortë, edhe sidomos kur e bën një punë me shumë dëshirë dhe zemër, e kupton që në fakt nuk është vendimi i tyre, është një vendim indikuar. Dhe në këtë pikë dua të them, vajza, edhe sikur t'ju vi një mundësi për të cilën jeni të pasigurta se cili do jetë rezultati asaj gjëje që juve do merrni dhe do arrini, duhet të nisni diku. Kështu që edhe nëse mendoni që ka vetëm 10% mundësi që ju t'ja dilni, po them, në këtë industrinë ku unë punoj, po flas konkretisht, duhet ta merrni këtë hap. Është shumë më mirë se sa të qëndroni në një vend, se sa të shikoni çdo ditë se si kalon dhe nuk keni bërë asgjë të mirë për veten tuaj. Në fund të fundit do merrni një mësim shumë të mirë, por nuk do humbisni absolutisht asgjë. Kjo pjesa dua të rikthehem pak edhe të kushtojmë pak rëndësi pjesës
mungesës informacionit që ato kanë, sepse këtu jeta është shumë e shpejtë. Shumë e shpejtë. Po. Jeta është e vrullshme, ti ke shumë pak mundësi të takosh me njerëz, deri diku nuk ke asnjëri tëndin Kjo isha unë para 2 vitesh. Po, edhe duke pasur këto kufizime, ti je në një flusk e izoluar dhe nuk e di çfarë ndodh përreth. Dhe dua tani të dalë te vetja ime dhe të podcasti, edhe prandaj dhe të ftuarit që unë i zgjedh, dua që të jenë nga fusha të ndryshme për t'ju dhënë këtyre vajzave dhe grave aty informacion e munguar, për t'ju thënë që ka shumë fusha ku mund të futen, që aty jashtë ka mundësi për ato, që ti motivoj dhe bravo dhe ty që nëpërmjet rrjetit tënd social ndihmon dhe shpërndan informacion. Pastaj është në dorë të tyre se sa duan të shkojnë, se ku duan të shkojnë. Gjithmonë e them edhe këtë gjë, unë jam aty e shpërndaj këtë si mundësi, po patjetër unë do jem në këtë industri derisa të kem mundësinë edhe t'ja dal mban aty ku unë mendoj të shkoj. E shikoj si një rrugtim gjithsesi, por që e bëj me shumë dëshirë dhe do vazhdoj ta bëj. Do vazhdoj ta bëj, do ta sfidoj veten nëpër masa edhe më të mëdha. Jo vetëm brenda komunitetit shqiptar që unë me këtë synim e nisa, por besoj që shumë shpejt edhe më gjerë, edhe në komunitetin anglisht folës, që duhet të them këtu që janë më pranues, nuk e di nëse është nga më të hapur, pra janë më pranues, nëse ti i shpjegon diçka, janë pakës më pranues, sepse janë pak më skeptik. Janë e para është ajo që nuk janë paragjykuese dhe të dëgjojnë. Kurse ne ta presim direkt. Nuk bën. Nuk bëhet. Bigjoz. Nuk bëhet. Nuk bëhet. Kurse ata të dëgjojnë dhe kanë atë e pranojnë se çfarë ti po thua, e logjikojnë, kanë logjikën për ta procesuar, ose ndoshta edhe nuk e stërmendojnë atë aspektin e të mos nuk ja dal, pra nuk e bëj dot. Ndoshta është dhe kjo, pastaj kjo është pjesë karakteriale mendoj unë, kurse si virtyti i shoqërisë te anglezët flas, e kanë të mirën që të dëgjojnë se çfarë ti thua, të dëgjojnë deri në fund, nuk të ndalojnë. Si mendon? Apo bëhen gratë më të pavarura ekonomikisht? Apo po mbajnë akoma shumë gjëra mbi supe? Po mbajnë shumë gjëra mbi supe. Edhe vajzat që punojnë, që kanë të ardhura, mendoj që po mbajnë shumë gjëra mbi supe. Këtu mund të them, shikoj shumë shpesh vajza që bëjnë për shembull punë fizike. Edhe absolutisht nuk jam kundër të bërit një punë të ndershme, një punë që të siguron të ardhura për familjen tënde dhe ti mund të plotësosh nevojat e tua, por më vjen keq kur i shikoj që ndalen aty. Pra, ti je që kanë potencialin, kaq potencial, ke kaq shumë mundësi për t'u informuar dhe ti fokusohesh vetëm tek ajo rroga e përmuajshme që ke kaq shumë frikë ta humbasësh. Edhe duhet të them që në punën time nuk është e thënë që ti do bësh vetëm këtë që unë bëj full time. Të gjithë e nisim diku, unë e bëj full time sepse thash unë e nisa si një vajzë që nuk po bëja një punë tjetër. Isha nënde, nuk doja të kthehesha në punë. Dhe thash madje edhe me shaka, po është e vërtet që përdora aparatet tim shoqi për të bërë investimet e mia të para. Ndërsa vajzat që punojnë edhe më mirë. Duhet të vazhdoni të punoni, të vazhdoni të investoni si në njohuri, ashtu edhe pastaj të bëni investimet e tuaja në tregjet financiare, sigurisht me kujdes, me njohuri edhe me këshillim, pra jo në mënyra po themi, sepse është edhe kjo gjëja që të marrë këshilla nga një profesionist, patjetër, shumë e rëndësishme, sepse nuk e bën këtë gjë, pastaj lehtësisht mund të mendosh që kjo në fakt është bigjoz, po nuk është. Bazuar në gjithë eksperiencën tënde jetësore, a je sot ti gruaja që ndërroje të bëheshe kur ishe e vogël? Unë
kam qenë një fëmijë edhe një vajzë që kam qenë shumë e bindur si fëmijë. Këtë e thotë edhe ime më. Kam qenë një vajzë që kisha shumë frikë të thyeja rregullat. Kisha frikë të rebelohesha. Kisha frikë të dilja dhe të mendoja ndryshe. Isha një nga ato persona që mendoja ato negative përpara se të mendoja që sikur edhe një gabim të bëj, do marr një mësim dhe do vazhdoj përpara. Por patjetër me eksperiencë pastaj kuptova që nëse vazhdoj të luaj në këto terma, pasigurie, frike, që çfarë do më sjelli mua ky veprim, kjo iniciativë, do ngelem këtu gjithmonë. Madje një nga gjërat që unë mendoja, edhe e mendoj patjetër, është që kur shikoj njerëz që dukshëm, pra nga ana materiale, se ne nuk jemi aty për të kontrolluar balancën bankare, që kanë një anë materiale shumë të mirë, e mendoj dhe gjithmonë e kam menduar që cili ka qenë ai moment në jetën e tyre që ndryshoi. Sidomos kur dëgjoja histori emigrantësh, për shembull që e kishin nisur nga zero, thoja, okay, çfarë ka ndryshe ky njeriu? Çfarë bëri ndryshe që e ndryshoi jetën? Pika e kthesës. Pika e kthesës. Cila është pika e kthesës? Kjo gjë më ka intriguar gjithmonë. Dhe nëse ose do pyesje, ose nëse do dëgjoje pak nga historia, nëse do lexoje ndërreshta, ishte një moment që ky person ka marrë një rrezik, një guxim, një risk përsipër. Po themi guxim është fjala e dur, pra ti guxon të dalësh nga ajo zona e sigurisë ku ke qëndruar për shumë gjatë dhe të bësh diçka ndryshe. Dhe me sa duket, ai është sekreti për të gjithë njerëzit. Unë personalisht nuk njoh një njerëz që ka qëndruar sigurt edhe rehat gjithë jetën, dhe të vi edhe të vi diçka nga fati, se shumica thonë është me fat, është me fat, është me fat. Po, unë mendoj që është një kombinim në fat. Unë mendoj që është një kombinim, sepse ty të vjen fati, po ti duhet ta kapësh. Nëse ty të vjen fati, ti jep një sinjal, merr një sinjal, ti duhet punosh, sepse fatin e bën ti. E bën ti. Nëse unë do rria në shtëpi shtrirë në krevat, ne nuk do ishim këtu në podcast sot. Okay, unë mendoj që edhe pak fat duhet. Patjetër. Të jesh në vendin e duhur, në kohën e duhur, dhe në momentin e duhur. Po, edhe gjithashtu të punosh, që të krijosh rreth vetes rreth njerëzish që të shtyn të ecësh përpara, të sfidojnë dhe jo gjithmonë të përkëdhelin sedrën dhe jo gjithmonë të thonë shumë mirë je. Jo, më thuaj sa keq jam. Më thuaj çfarë po bëj gabim, çfarë mund të bëj më mirë. Edhe kur e thosh me njerëz që investojnë çdo ditë në vete dhe që kanë familje dhe që kanë një jetë shumë të mirë, të motivon edhe ty për të punuar më shumë. Tani, kjo pyetje s'ka lidhje me këto që po diskutojmë. Çfarë mendon ti për këtë trendin soft life ku shumë vajza kërkojnë këtë sigurinë financiare të partnerit? Kush ja mund të gjykoj, por nëse e marr nga vetja ime, nga rrethi njerëzve që unë do zgjidhja dhe zgjedh të kem afër në të përditshmen time, nëse do soft life ta ndërtosh vet ose pra të jetë ta kërkosh nga partneri, shumë dakord, se edhe unë e dua. Të gjithë ta kërkosh nga partneri sigurinë financiare, jo ta ndërtosh vet. Dështim. Më vjen keq, po besoj që këta njerëz, këto vajza, se gjithmonë më shumë është në aspekt në gjinin ton që gjykohet. Po kjo gjykohet, por është edhe pak e vërtet. Është e vërtet, por unë mendoj që ka dhe në gjinin edhe meshkuj që e kërkojnë të vajzat të soft life, se kërkojnë vajza që t'jenë të arrira, vajza që t'jenë... Po, të bëhet jeta më e thjeshtë, se nuk i varin më shpresat vetëm për vetën e tyre. Për vajzat, se asnjëherë nuk thuhet që meshkujt kërkojnë soft life, po kërkojnë vajzat soft life. Por realisht mendoj që ne asnjëra prej nesh nuk ka nevojë ta kërkoj soft life te një partner apo te një person tjetër, apo te familja. Kërko
ndihmë për të shkolluar, për të punuar, për të investuar pra në gjëra që duhet, dhe patjetër pastaj të gjitha këto përkthehen edhe njerëzit punojnë edhe duan të jenë, po them, shumë mirë financiarisht që të kenë këtë mundësinë për të bërë një soft life. Por jo, një soft life që më pas ka kosto, jam e sigurt ka kosto emocionale shumë të mëdha me kalimin e kohës. Mendon? Po, Unë mendoj që ato persona që kërkojnë janë të soft lumtur. life, nuk janë të lumtur me atë që arrin, sepse ajo atë do edhe atë kërkon. Patjetër për në afat shkurtër. Në afat shkurtër. Kur ti e ke, Po. nuk është më aq intriguese për ty, diçka që ti, domethënë, e ke aty, e ke arritur dhe kaq. Kështu që vajza punoni. Vajza punoni. Edhe blini çfarë të doni. Çfarë do lloj gjëje që shpenzojni në Instagram? Po, investojini, Fatjona. Mos shpenzoni. Kush është mesazhi jot? Investoni deri në ditën që pastaj keni mundësi të shpenzoni sa të doni. Okej, le ta quajmë këtë një mesazh për vajzat apo do themi një thjesht përveç kësaj, shumë e rëndësishme të them që punoni për të hequr besimet tuaja kufizuese. Mos harroni që kush keni qenë më përpara, nëse jeni në një moment që jeni pak poshtë emocionalisht, që nuk po e gjeni veten, kujtojini vetes se kush ishit, çfarë ëndrat kishit, edhe kujtojini vetes se kush keni qenë, çfarë ëndrash keni pasur, për çfarë emigruat, ose për çfarë zgjodhët ndoshta të qëndroni në Shqipëri, se ky podcast jam e sigurt që do arrijë edhe në shumë njerëz kudo në botë. Kështu që luftoni, punoni për ëndrat tuaja, nuk duhet t'i mendoni aq të largta dhe aq të pamundura. Jam e sigurt që nëse punoni në drejtimin e duhur, do arrini gjëra shumë të mira, do keni mundësinë që pastaj ndoshta edhe të ndani se çfarë vërtet doni të arrini. Kështu që po, hiqni frikrat, hiqni pasiguritë, ju mund t'ia dilni, mund të arrini çdo gjë që zemra juaj dëshiron. Shumë e bukur. Faleminderit. A do kthehesh në Shqipëri? Shiko, nëse do ma bëje këtë pyetje sërish 2-3 vjet më përpara, do thoja jo, për arsye financiare, pra të sigurisë financiare, që mendoj që patjetër një vend si Anglia të sjell, nëse tani aktualisht që po flasim, mund edhe të kthehen, pse jo, nëse e shikoj që doja ndoshta të riprovoja për të jetuar atje, po mund ta bëja. Por ndoshta do provoja të jetoja në një vend që është pak më i ngrohtë. Më i ngrohtë se Shqipëria? Në Spanjë. Nuk kam rregulla. Dua të arri në ditën që ajo se çfarë fitoj është liria për të zgjedhur. Pra, nëse jetoj në Angli, është 100% zgjedhja ime të jetoj këtu. Nëse vendos të kthehem në Shqipëri, të jem, më thënë, e lirë dhe të jetë okay të kthehem në Shqipëri. Nëse vendos të shkoj në një shtet si Spanja, që është aq i bukur në fakt edhe më pëlqen shumë, të kem mundësinë të jetoj dhe atje. Kështu që, po, kjo është ajo për cilën unë punoj, liria për të zgjedhur dhe për të vendosur për atë çfarë dua të bëj në jetë. Dhe jo vërtet pjesa materiale, se ajo është ti mendon atë, je dakord me atë konceptin që paraja është liria, atë që tham në fillim. Paraja është liri. Po, dhe ti ke mundësi zgjedhje pastaj të jetosh dhe ta bësh jetën tënde si të duash pa pasur frikën se mos u mbet dhe je lidhur. Paraja është liri për të zgjedhur se ku jeton. Paraja është liri për të vendosur se ku ti qëndron, çfarë rrethi zgjedh të kesh afër vetes, ambienti ku ti je, kështu që patjetër paraja të jep fuqi që të bësh zgjedhje më të mira që të bëjnë më të qetë, më të lumtur me veten tënde. Po, absolutisht. Bruna, shumë faleminderit që ishe sot me mua, u kënaqa shumë. Një bisedë shumë e këndshme, por besoj edhe shumë e vlefshme për gjithë ato që do na ndjekin. Unë të falenderoj shumë, Fatjona, për këtë mundësi.
realisht të përgëzoj, sepse unë e di që nuk është një iniciativë e thjesht edhe që kërkon punë, kërkon investim, të nisësh një podcast të tillë, e vlerësoj dhe dua të them që vitin e kaluar e kam manifestuar. Pra, e kam menduar që unë dua të jem në një podcast. Realisht nuk e kam menduar, as nuk e dija, se ti në atë kohë nuk e di nëse e kisha menduar vetë apo Unë e kisha menduar 2 vite më përpara, Oh, wow. po nga ajo Okay. që i lëm gjërat për momentin Po. e fundit dhe shtatzania, pastaj e djalim dha kam- motivimin edhe ato E që kam i folëm pa. manifestuar dhe jam shumë e lumtur që isha me ty sot edhe një bisedë shumë e këndshme. Faleminderit. Edhe po. Jam e sigurt që do shihemi sërish, po në terma të tjerë edhe shumë më mirë. Po, ëh? patjetër, Të flasim për pse gjëra jo? edhe më të bukura ndoshta. Po patjetër se do evolojmë edhe ne Patjetër. me eksperiencën, me kohën, besoj do kemi për të folur gjëra akoma të tjera më të mira. Faleminderit shumë që na ndoqët. Shihemi sërish në një episod tjetër shumë special.